Studentët shqiptar nuk kanë njohuritë e mjaftueshme për menaxhimin e financave personale, ashtu edhe për njohuritë e tyre në përgjithësi në fushën e financës. Ky është rezultati i një studimi i cili ka përfshirë 600 studentë shqiptar, të cilët janë nështruar një pyetësori me mbi 30 pyetje. Rezultatet janë prezantuar sot në Universitetin e Gjirokastrës nga profesorja Doriana Nano, ish pedagoge në këtë universitet, sot në York University në Toronto të Kanadas. Në studimin tonë, ne kemi gjetur që studentët nuk e ka nivelin e dur të aftësive financiare. Dhe prandaj mendojmë që ky studim është shumë i rëndësishëm që ne të dimë si t'i ndihmojmë studentët që të jenë të aftë për jetë dhe të marrin vendime të zgjuara në jetë. Aktualisht ne po fokusohemi më shumë në rajonin e Jugut dhe veçanërisht në Universitetin e Gjirokastrës. Në këtë fazë ne kemi konkluduar ato gjetje tona për rajonin në nivel kombëtar në lidhje me studentët. Ndërtuam një pyetësor shkencor me mbi 30 pyetje, duke testuar njohuritë financiare, sjelljen financiare dhe qëndrimin financiar. Dhe në këtë moment ne do të japim rezultatet që ne kemi gjetur, duke bërë njëkohësisht edhe një krahasim me Kanadan, pra bazuar në eksperiencën që unë kam aktualisht në Kanada në mësimdhënie, ne duam që t'japim një perspektivë të Kanadas se çfarë ne mund të mësojmë, mësime që mund të nxjerrim, edhe pse konteksti mund të jetë i ndryshëm për sa i përket backgroundit të studentëve shqiptar dhe backgroundit të studentëve kanadez. Ne si universitet duhet të ndërmarrim masa në lidhje me përfshirjen e financave personale në veçanërisht në programet e biznesit, por ndoshta edhe sikur selektiv në programe të tjera. Ky studim ndërmarrë në kuadër të projektit Përmirësimi i literaturës financiare në Shqipërinë e Jugut dhe kryesisht në qarkun e Gjirokastrës, ku pjesë janë bërë edhe disa pedagogë të Fakultetit Ekonomik. Është një projekt i përgatitur nga profesorët e asociuara Liriana Zyberi, Antoneta Polo e Nkela Caca dhe në bashkëpunim me Diaspora Scholar, që është docent doktore Doriana Nano në një nga universitetet e Kanadas. Është një projekt që synon kryesisht përmirësimin e njohurive financiare që kanë target grupe të ndryshme dhe kryesisht studentët, që është pika jonë e parë, bizneset e mëdha e mesme dhe të vogla, fermerët dhe të papunët. Dhe nëpërmjet këtij projekti ne synojmë që të përmirësohen njohuritë që individët kanë në menaxhimin e financave personale, sa të aftë janë ata të menaxhojnë ato dhe të përmirësojnë në fund të fundit jetën e tyre. Ky projekt është ende në proces dhe në përfundim do të prezantohen të gjitha gjetjet në të gjitha kategoritë që janë përfshirë.